Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme do të flasim për historinë e një të riu shkodran, i cili është zhdukur në rrethana misterioze janarin e vitit 2007 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, dhe bëhet fjalë për Fran Markun, që regjia do më ndihmojë më njëherë me pasaportën televizive. Ky është Fran Marku, dashur miq, aktualisht i bie 38 vjeç, por vitin që ai humbi kontaktin me familjen ka qenë vetëm 21 vjeç. Me lindja Shkodër dhe ka humbur po nga qyteti i Shkodrës. Kjo është historia kryesore që ne do trajtojmë sot në pjesën e parë, ndërkohë që me mua në studio ka mbritur vllai i tij, Geg Marku, dhe menjëherë dua ta përshëndes. Geg, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Do të flasim sot të dy së bashkur për historinë e vllait tuaj që fatkeqësisht prej janarit të vitit 2007 nuk keni asnjë kontakt dhe janë plot 17 vite. 17 vite, asnjë lloj informacioni. Personi i fundit në familje që e takoi apo pati kontaktin, kush ka qenë? Personi i fundit që i ka dhënë një informacion që na morën pak e gjallë është gruaja jeme, që i ka thënë nesër nisëm për larg, po pra, personi i fundit që i ka treguar një sekret të themi dhe ka takuar është bashkëshortja juaj, kunata e tij. Dhe çfarë i ka thënë? I ka thënë nesër nisëm, po asnjë lloj informacioni më gjatë, vetëm se ka marrë pasaportën edhe asnjë gjë tjetër me veti. I ka thënë që mos tregon në familje? Po, i ka thënë mos tregon në familje. Por vendi se ku do shkonte? Jo, asnjë lloj informacioni. Vetëm do nisem larg. Vetëm do nisem për larg shumë. Edhe si ka dhënë asnjë lloj informacioni tjetër. Ndërkohë, zoti Geg, ne do e prezantojmë sot me detaj historinë e vllait tuaj Fran Marku, që fatkeqësisht rezulton i humbur prej janarit të vitit 2007, po më lejo fillimisht të prezantoj një material, një kronik që ne ja kemi dedikuar 38 vjeçarit shkodran dhe rikthehemi në studio të dëgjojmë rrëfimin e vllait të tij. Fran Marku është i riu nga Shkodra, i cili rezulton i humbur që prej vitit 2007. Nga fshati Fin i Vaut të Dejës, Frani sapo kishte mbaruar 8 vjeçaren dhe qëndronte asaj kohë në shtëpi për t'u ardhur në ndihmë prindërve në punët e përditshme. Ishte viti 2004 kur njëri prej vëllezërve, i cili jeton në Itali, Ndreca, vendosi ta marrë me vete të vëllan Franin në Pavia. Frani punsoi në një fabrikë të përpunimit të lëndëve drusore dhe punon aty për afro 3 vite. Kontaktet me familjen i kishte të rregullta. Ajo që e pengonte qëndrimin e tij të gjatë në shtetin italian ishte mospajisja me dokumenta. Në gusht të vitit 2006, Frani dhe Ndreca kthehen në AD për të bërë dasmën e këtij të fundit. Pasi bën dasmën, Ndreca dhe bashkëshortja e tij rikthehen në Itali, ndërsa Frani vendos të qëndrojë në Shqipëri. Ai vendosi të nisej në Volos të Greqisë në fund të shtatorit, ku qëndroi për afro 3 muaj. Afrimi i festave të fundvitit bën që Frani të kthehet në Shkodër për të festuar me familjen. Askush nuk e dinte planet e ardhshme të 38 vjeçarit, derisa ai pati pohuar kunatës së tij se unë do të ikë në një vend shumë të largët, iken e kam 100% të sigurt, por të lutem, mos i trego familjes derisa unë të shkoj. Familjarët kujtojnë se pak pas kësaj bisede, ndërsa ishin në shtëpi së bashku, Franit i bie telefoni dhe flet gjatë me një person të panjohur për afro 1 orë. Nga pasditja, rreth orës 17, Frani është parë të dalë nga shtëpia, por lë telefonin dhe në sirtar nuk i kishte marrë as parat. Ishte i nisur i veshur firmato dhe me vete kishte marrë vetëm pasaportën e tij. Kjo ikje e çuditshme ka mbetur në kujtesën e familjarëve si një mister që la pas Frani, që nga ajo ditë familja nuk ka as informacion lidhur me vendodhjen apo fatin e Fran Markut. Shokët e tij dinë të thonë vetëm të vetmin detaj, atë se dëshira 38 vjeçarit kishte qenë gjithmonë të shkonte në një shtet të largët, emrin e të cilit nuk e mësuam kurrë. Kjo është historia e Fran Marku, dashur miq, 38 vjeçari nga Shkodra, i cili është larguar me vullnetin e tij të plot, duke treguar se do ikte shumë larg, por nuk ka lënë një adresë, një vendodhje dhe të gjithë sekret e ka ndarë me nusen e vllait. Është vllai i tij, Geg Marku, i cili sot në studion e emisionit Pa Gjurmë do më tregoj momente të tjera dhe dyshimet që ka familja Marku për zhdukjen e Franit. Geg, është shumë e habitshme largimi i vllait. Do të thënë, ai është larguar në mënyrë të vullnetshme. Po. I vetëdijshëm, duke i treguar nusës tuaj, bashkëshortes tuaj që nesër unë do iki, ti mos tregoj gjë në familje dhe do iki shumë larg.
Po dita do të them vetëm një gjë, që ta marrë vesh publikisht çdo njeri që mund dishojnë në ikjen e Franit. Frani edhe sigur të ketë pas një problem me një pjesëtar të familjes, kurse si nuk do t'i kishte kthy shpinën mbrapa babës dhe nënës. Asnjë lloj njeriu të kurrë nuk mund ta hedhin poshtë për një që e ka sill në jetë. Ata kanë bujt ma shumë. Baba i shkret vdiq e iku për i plagës madhe. Tani po bun tjetra. Nuk ka pas Frani asë një loj problemit, ma asë një loj njeriut, asë në familje, asë kërkon në botë, nuk ka ashtë... Pra, në djenin tua i nuk ka pasur konflikte? Jo, asë një loj, jo Frani, po gjithë familja jonë nuk kemi pas konflikte. Jo, në fakt, unë e thash me tendencën e habitshme mënyra e largimit të ti, nuk e kisha mendimin që kishte konflikte, nuk e dyshoj këtë gjë. Largimi që do iki shumë largë dhe ti mos tregon në familje... Andrat e tia për ti largë. Ka dasht me ike, edhe në Itali nuk i ka pëlqy puna në Itali, edhe në Volos nuk i pëlqej ku kishna jetu në vite atje. Do të di qa më të mirë për vetën e ti. I qartë, e kuptoj, Geg, ne sot po diskutojmë dhe dy së bashku, por ne nuk e dim çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka pasur në mendja e ri. Ka qenë vetëm 21 vjeç në atë kohë kur ka dalë nga dera e shtëpisë dhe nuk është kthyer më. Por duke ditur që ai kishte qenë në disa vende të BE-s, fqinjët, Itali dhe Greqi, dhe nuk i kishte pëlqyer këto shtete dhe donte të ikte më larg. Kur themi më larg, do ikte në vende të tjera të Europës, Gjermani, Francë, akoma më larg të kalonte kontinentin, Amerika apo Australi. Çfarë e pegonte të tregonte që unë do shkoj në këtë vend? Ai nuk ka treguar shtetin dhe kjo më bën të dyshoj. Ai nuk ka treguar edhe herën tjetër kur ka ikë në Itali te vllai, me punu te vllai edhe te motra, edhe a marr vesh mas 20 ditësh, vetëm kur ka mrrinj atje. Ka qenë njeri shumë i mlevën kështu. Që nuk tregonte dhe nuk fliste. I mbate gjanat sekret, ka majtë shumë sekret. Pra, ty dyshon që ai si që bëri herën e parë, ashtu bëri dhe herën e dytë. Por ka besu në vetë shumë, ka thënë do të arrija qëllim, po si që kanë ardhë gjanat, ai nuk e ka arrit atë qëllim. Për menimin tem të shë, ai 17 vite nuk janë 17 ditë, janë 17 vite. Janë gjithë gjë shkon drejt asaj që njeriu shpresas hum kurrë deri kur të vdesë njeriu, po është si puna asaj luljes që venitet për ditë, ajo nuk mund ta pështojsh më, është diçka që është shumë e vështirë. Asnjë lloj informacioni 17 vjet ç'a mund të them unë as. Zoti Fran, zoti Geg, më fal, të rrita në emrin e vllajt. Jo, s'ka problem. Zoti Geg, do të pyes për jetën e tij, për të mësuar dhe ne më shumë për vllajin tuaj, për Fran Markun. Ai që i vogël emigroi, fillimisht shkoi në Greqi apo në Itali? Në Itali. Në Itali dhe më trego për jetën e tij. Ai ishte i vogli i shtëpisë tani, ai iku se shifte të tjerë për të ikur edhe ai ishte djali i pleqërisë, ashtu quhej në familje. Ishte i vogli. Po? Nuk kishte, po iku në Itali. Sa vjeç ka qenë kur ka emigruar për herë të parë? Ai do të ketë qenë rreth 18 vjeç kur ka. 18 vjeç. Po, 18 vjeç. Shkoi në Itali dhe ishte vllai tjetër që e priti. Po, ishte vllai që e priti dhe kanë punuar bashkë rreth 2 vjet. 2 vite. Po. Si ka qenë jetesa e tij në Itali? Pa e rregullt normale si çdo emigrantit në fillimet gjithë emigrantat çfarë jetë kena bë, jetë thjesht, jetë. Jo, po të pyes si ka qenë jeta e tij për të kuptuar pse ai nuk e pëlqeu të shkonte prapë në Itali. Nuk i ka ndodhur diçka në shtetin italian që nuk e donte më atë shtet të shkonte. Prandaj po ti bëj të gjitha këto pyetje. Si ka pëlqy puna që ka bën, mënyra jetesë atje. Qa më të thanë, nuk mund të hynë trunin e Franit, se s'mund të hynë trunin e Gegs mo, jo në trunin e Franit. E qartë, e kuptoj, por ju në atë kohë keni bizeduar me njëri tjetër si vlezër dhe si vlezër flasim me njëri tjetrin, si kalove në emigracion, qa problemesh. Me Franit s'kam bisedu kur pun jetet se Franit ka pos diferencë shumë të male. Në mosh me ju? Në mosh me mu edhe nuk kam pas kur as një loj informacionit me te, as kena hinë muhabetet thella, as një gja, se s'na ka taku për mu marrë me. Ti sa herë ke parë si i vogli shtëpisë? Pa, unë jetoj adhon atëherë jetoj në Greqi, kur visha unë, kur kam ikon në Greqi, ai ka qenë i vogël, ka qenë fëmijë. E kuptoj.
Ai u kthye pas 2 viteve nga Italia me motivin se do martoi vllai tjetër. Po. Po, dhe çfarë ndodhi më pas? Ai nuk shkoi më në Itali, se nuk kishte letra. Edhe iku Pra, shkaku ka qenë se ai nuk ka pasur letra, jo se nuk donte të shkonte në Itali. Jo, nuk kishte letra për të shkuar. Nuk ishte i pajisur me letra. Po. Edhe venosi me shku me po në Greqi, jetën në Greqi ku ishin edhe vëllezërit tjerë. Qëndroj atje 3 muaj edhe u kthy prap. U kthy se nuk i pëlqevi. Nuk i pëlqente puna që bënte apo vendi? Pas i pëlqente puna e kishte qef punën, le ta themi kështu? Kur erdhi për Krishtlindjen në shtëpi, më thot, ma mirë shkoj jetoj atje në fshat ku kena linë, thot se shkoj jetoj në Greqi ma, thot. Nuk i pëlqente, kupton, nuk i pëlqente puna? Jo. Si ka pëlqy puna, më varet tipin e themi ishte një djalë i ri me plot të ëndra që nuk e donte fort punën. Jo, e donte punën, ka punu gjithmonë. Ka qenë shumë punëtor kështu, po ka kërku, ka kenë... Kërkus ndaj vetes? Kërkus ndaj vetes, atë, ka dash me arrit diçka ma shumë. Kur themi ka dashur të arrit diçka më shumë, çfarë kërkonte ky i ri? Po, kërkonte të largohesh ëndra ku? Pra, ai kërkonte të shkonte në një shtet brenda Europës apo donte të shkonte në një kontinent të largët? Vetëm gënjej për atë gjana, se nuk kam as një lloj informacionit me te, as nuk ja kam marrë atë ide kur, se kam një gjuhë për i gojë shtëpisë. Unë e kuptoj që diferenca e moshës nuk u lidhte bashkë në biseda. Ti në atë kohë mendoje për të tjera gjëra, ai ishte një i vogël, një i ri që mendonte për të tjera gjëra dhe nuk përputheshin mendimet. Por unë besoj që brenda familjes ai ka folur me vëllezër të tjerë me kushurinj dhe pas humbjes së tij ju e keni diskutuar në familje, keni nxjerrë një konkluzion, pra ky djalë na iku, si na iku, ku shkoi, çfarë u shpreh, çfarë tha. Pra, unë po të pyes, kur të drejtohem ty, dashur Geg, gjithnjë ka mendimin që i drejtohem gjithë familjes të Franit. Domethënë, atë që ju keni diskutuar në familje, domethënë keni dalë në një konkluzion për vllajin. Ai nuk na ka dhënë me kuptu kur se ku ka pas ëndrrën me shku. Nuk na ka dhënë atë lloj ndjesie. S'na ka diftu kur se ku ka dosh me shku dhe s'çka ka dosh me bë. As ka kërku paret, ashtu gjithë ajo pasaporta që e përshkrujte për para, ajo është e vërtet, me pike dhe me presje, që a tha në fillim. Ai s'ka kërku as lek, as një gjanë familje, se do të sa i ka pas paret e veta. Nga imigracioni që kishte qenë. Edhe me pashku mu pa njës atëherë, sa ka qenë më shku në Amerika, i ka pas paret me i marrë atin, për i banket me i marrë dhe më shku atin. Ka pasur një gjendje llogarie të themi. Qenien e tij, po. Ka marrë pasaportën dhe është larguar. Është larguar dhe në ashtu si e tha aty, janë gjetë edhe paret atin, paret që i ka lanë. Por në kronik u tha që ai një natë përpara kishte folur me një person të panjohur me orë të gjata. Ka fol në telefon në atë natë, paret që më unis ka fol, a myll në dhomë dhe ka fol. Se Bekef ka fol, dinaj nuk. S'kena pas na informacion se me ke ka fol, me ke ka bo bisede. Telefonin e ka marrë me vete, apo e ka lënë shtëpi? E ka lënë shtëpi telefonin. Por, besoj keni kontrolluar, keni parë kush... Se kena bon disa telefonata na, dhe na kanë dalë të gjitha, për fat keq, gjitha telefonatat që kena bon na, me ata persona që i kena gjithë numrat. Po, telefonatat e fundi që ka realizuar. Bravo, kanë dalë, ishin të gjithë me një menim se Gjoja Frani ka kërku diçan me qera në Shkodër për me zhvillu aktivitet, me punu. Më ka marrë, thote, me mpyt për qera, për diçanit. Njënje, 3 vetë që i kam marrë në telefon, delëshën konkluzionin se kishte kërku diçan me qera. Sepse, nësa i ka bërë një telefonat shumë të gjatë, në orën 2 të natës, është mbyllur në dhomë, dhe ka folur me dikë për minutat të tëra, unë nuk mendoj dhe besoj e dakord me mua që në 2 të natës të shqetësosh bizneset, a jep me qera dyqan apo jo. Ajo ka që një telefonat shumë e rëndësishme për të. Jom ditë natës telefonatën, e ka bo mas dite. Pas dite, jo në orë të punat të natës. Po jo, telefonata a bo një gjysore, por e se mu njës me dalë për shpijet. E po, edhe kjo nuk ka logjik. Nëse një njeri merë pasaportën e fut në xhep, prandaj them që historia e vllajt tuaj është shumë e nigëm. Një njeri që merë pasaportën dhe e fut në xhep dhe njofton kunatën që do iki shumë larg dhe gjysmore, një orë para se ti iki, pyet për dyqane me qera, a keni... Jo, s'ka pit një gjysore, atë telefonatën e fundit nuk e di unë, nuk e mund të... A rritët ju ta verifikonit kush ishte personi fundi që foli vllai juaj? Po jo, se janë bon, kanë kap telefonin mëra, pa nuk e kam arrit me ditë unë se cila telefonat. Do shta nuk ka lëna i gjurëm, ka fshirë numrin e fundi që ka pasur kontakt, sepse... Atë telefonatat që kena marrë në telefon, kanë thonë Gjoja ka kërku diçan me qera.
nuk arritë do të zbardhit asgjë nga telefonatat, apo edhe nga mesazhet që ai... Edhe fati i keq se unë nuk e dërzova telefonin policia, jo ishte gabimi em atëherë. Ju nuk e qua telefonin polici për të Jo, nuk e qua verifikuar? telefonin polici, sepse shkova me bon denoncimin edhe më thonë atat policisë, venose mirë, thonë se nëse do t'i bëjsh denoncim ka që shpejt, tha, nështë i prish punë, se nështë nuk ka rrit destinacionin që ka dasht. Edhe e shtyna për një periudhë më të gjatë. E bëre më pas denoncimin? E bana mas 3 muajsh. Pas 3 muajsh, pra ju keni bërë një denoncim në polici pas 3 muajve. E bana denoncim. Por, a keni verifikuar nga policia, ka dal nga territori i Shqipërisë apo jo? Sa i ka pat pasaportën? Policia thotë se nuk ka dal me emrin e vetë për doganave të për këtë. Me emrin e vetë, jo. Që do thot ai në mënyrë ilegale mund të dal nga Shqipëria dhe kjo gjë nuk verifikohet. Vetëm mënyrë ilegale ose me një pasaport falso, në rrugë me emrin. A e mendoni që vllai juaj në atë moshë mund të ishte në gjendje të siguronte një pasaport falso dhe pse në ato vite duhet ta pranojnë që në Shqipëri gjithë kanë gjeti pasaport falso atëherë? Si sa gjetë pasaporta falso? Por nëse ai ka ndjeku rrugën në ëndrrën e tij, të largohej nga Shqipëria, të shkonte në atë vend ku ai ëndërronte dhe dëshironte, çfarë e pengon të mos telefonojë? Ky është një mister. Nënën, të ndjelin babain, vllajin. Rasti i Franit është një mister. Nuk mund ta parashikoj unë as ti as kërkush në botë se qa pengon Franin sot, sepse janë 17 vjetë. Thash edhe herë, nëse unë do të penalizoj një njeri të familjes teme që kam pas një problem të vogël për shembull, unë nuk mund të penalizoj gjithë të tjerët. Jo, nuk ka lidhje familja. Frani, është diqa, kjo është një enigmë shumë e madhe, e pa kuptueshme që s'mund ta zbërthejmë se çka ka ndodhur me jetën e tij. Se janë 17 vjetë. Ai, sikur bëje çdo lloj pune të kishte bën jo shtetit, ai do të kishte dhënë një informacion, një sinjal do t'ia kishte dhënë familjes. Unë vetëm kam dyshimin që më gjallë, tham vetëm nëse a marr me një punë që ka dosh me bon lek, a diqa dhe ka përfunu në burg, dhe është në për burgje dhe nuk ka mundësi me lajmëru. Jo, sot, në çdo lloj burgu që të jesh, kudo në çdo shtet, e drejta për telefonuar, i jepet kujdo. Ndoshta e vret Nërgjegja thotë edhe nuk lajmëron. Se gjoja është në burg, ka vitet shumë për të kryer dhe tjetër arsye nuk ka. E keni menduar, unë si gazetare, duke u marrë çdo ditë me këto histori njerëzore, ndonjëherë nuhatit e mia shkojnë dhe përtej asaj që nuk mund të jetë. Thjesht po ju pyes dhe po diskutojmë. Unë dyshoj si Odeta që ai tha do iki shumë larg dhe nuk tregoi një vendodhje. Çdo i ri që do të realizoj një ëndër, do të niset diku e thot me mburrje. Do shkojnë në Amerikë, do shkojnë në Francë, do shkojnë në Gjermani. E keni menduar se drejtimi i tij mund të ketë qenë në vendet e lindjes, në vendet ku pati luftë, e keni menduar? Ato vite kanë qenë goxha vite... Jo, se kam menduar. Është një dyshim dhe po ju pyes, dhe prandaj dhe më përpara këmbgula dhe ju pyeta karakterin e tij, çfarë njeriu ka qenë. E keni menduar që ndoshta ato vite në atë periudhë shumë të rinj shqiptar janë gënjur dhe janë nisur drejt atyre vendeve? Thjesht ky është një dyshim im. Jo se unë kam një informacion. Çdo gjë mund të ndodhi në jetë, çdo gjë nuk është e parashikueshme dhe ajo që po unë nuk e kam shkuar në përmend. A ka qenë një djalë që ka qenë besimtar, shkonte në për... Jo, normal si gjithë të rinjt, ka pas, nuk ka qenë ekstremist me thënë që jo ka shku në kish për ditë, ka shku... Në xhami për ditë, e kuptoj. Jo, burresh, s'ka pas në drejtim për ata gjana, nuk... Jo, thjesht ishte një dyshim. Thjesht fakti, nisem nga ajo biseda që bëri me kunatën e vet që unë do iki nesër shumë larg, por ti nuk do njoftosh dhe nuk i tregoj vendin, thjesht dyshova se mund të ketë ndodhur kjo gjë, duke ditur që shumë histori që kam trajtuar në këtë studio i përkasin largimit në ato vende. Por ju gek thoni që jo, nuk ka lidhje vllai. Jo, nuk di, nuk mund ta imagjinoj atë gjë. Nuk e beson. Nuk e besoj, nuk e... Por, momenti që doli nga shtëpia, ka takuar dikë, e ka parë dikush, sepse... Kërkush se ka pa, ma. Vetëm anis, ka qenë darë, ka anis, ka dalë... Çfarë ore është nisur nga shtëpia? Se rëndësishme është dhe orari. Nga ora 5 e darë, E pasdites. E pasdites. Por, nga ora 5 e pasdites,
a i ka lënë telefonin në shtëpi. Kjo është e çuditshme, nuk e ka marrë me vete. Nëse ai kishte lënë një takim me një person që do e priste, do largoheshin, si do komunikoni me njëri tjetrin. Edhe ky largim më duket pak i çuditshëm. Pas dite, ai nuk ishte prerë një bilet avioni dhe ai kishte thënë kishte një orar se fiks. do të niste për të nesërmen, jo për mos ditë. Po ku do shkonte atë ditë? Ku do flinte? Po ku di unë? Varet se si i ka dalë puna, më unis direkt. Ju konkretisht keni jetuar në çfarë vendi? Në Bërdic. Në fshatin? Në fshatin Bërdic, në hyrje të Shkodrës. Në hyrje të Shkodrës. Po. Ai ka dalë në orën 5 pasdite nga shtëpia, nga fshati, është larguar dhe ti e përshtypjen se ka vajtur të fleja të natë në Shkodër. Po normal. Që më pas të nesërmen të nisej. Po në varet se ku ka pas nisjen, nështë ta nisë edhe atë natë. Nështë ta ka kalu ka Malizia, ka kalu, a kuptën, nuk ditë se ka pas destinacionin për me i. Se rrugën që ai do ndishte. Po, ku ditë e punë. Ai avion s'ka, s'ma mërmenja se ka pas avion me hip në avion me X-ës. Por, për gjatë gjithë këtyre viteve, 17 vite, nuk janë pak, qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve, ju kam pritur ndonjë informacion, është par këtu, është para tije. Për fat keq asë një loj informacionit. Asë edhe një loj informacionit s'kena. A ju zhduk dhe... U zhduk, ashtu si që është emisioni ju i pa gjurë, mu zhduk pa dhe gjurë. nuk la asë një gjurë faktisisht. Asë edhe një loj shajet. Një sekret që e mori me vete dhe nuk të regoj asgjë. Asë një gjë. Edhe me vlezët e tjerë që ishin më të vegjël në moshë, që ishin le themi bashkëmoshatar, ai nuk ndau asë një sekret. Asë edhe një loj njerit se ka da asë një loj sekretit, asë nuk ka dhanë asë një loj shajet ma për e ditit që. Se jetesa që bëri në Itali me vllajin dhe jetesa që bëri në Volës të Greqisë me vllajin tjetër, unë enkas të pyeta ai dashur Geg që çfarë lloj jete kishte bërë në këto dy shtete, çfarë kishin kuptuar vëllezërit e tij. Pa thjesht më ka qenë, na kena bon jetë thjesht ku do në emigracion, nuk kena qenë për... Unë e kuptoj që keni bërë një jetë të thjeshtë, në emigracion nuk kesh luksin, shkon për të punuar. Asë një loj problemit nuk ka pas edhe në Itali. Jetesa me një vlla, 2 vite, konsumon biseda. Po vllai asë një loj gjanjet nuk thot, për asë një loj informacionit nuk je pasaj, thot, nuk kam pas asë një loj diskutimit, thot, për një të punë, thot. S'ka pas, thot, vetëm po, thot, si ka pëlqy puna kur, thot, si ka pëlqy e loj punit që ka ban, thot. Kurse për në Greqi më ka thënë mu, ma ka thënë tërëq kur është këthy. Shkoj, tha, ma mirë shkoj atje në fshat, në Vig, tha, ku kena linë, thot, se pënoj në Volës, thot. Atë loj punët, thot, që bani ju, thot, atje, thot. Por unë besoj që, po do që të vinde Frani, atë loj punë do bënte në gjithë shtetë. S'kishte në i zanat, s'kishte shkolla, s'kishte, se të një kur s'ki shkollë, një ata punë dhe të bëjsh. Prandaj është pak e çuditshme kjo ëndra që ai do ndishte, ëndra. Po si gjithë të rinj që munohen me bë atë që nuk janë zot me bë. Kjo është më e keqja. Por mish shokët e Franit që ka patur në fshatin e tij, besoj që ai ka patur shok dhe mish. Po tani gjithë kur i ka i tjetër, kur dikush i tanë thojnë, jo, ka qenë djali mirë, jo, ka qenë ashtu, po kërkush se jep një informacion, se nuk ja ka thënë kuj një informacion. Nuk ka qenë Frani, unë të thash, e kam cilësu disa herë me njërës të mije me këdo. Ka qenë Frani një tip që nuk ta ka dhanë atë ndjesin për me hinë botën e ti. S'ke pas shanse me hinë botën e ti. Ka qenë i fije i fort, si karakter, i fështirë. I fështirë me hinë botën e ti. Ndërkohë që regjia po na ndihmon me fotot, janë të vetme kujtime që ju kanë ngelur nga vllai. Kështu sa vjeç ka qenë? Geg? 21 vjeç kur ka largu. Janë fotot e fundit. Përpara se të largohej nga banesa. Qa, a gjenata shofish e djallës. Syti ka me ngjyrë, se në një foto janë Boqelli dhe kjo foto nuk kuptohet qartë. Syti pas ka me ngjyrë, Boqelli. Ka ndonjë shenjë, kur them ndonjë shenjë, kanë fjalë për ndonjë nishan, ndonjë tatuazh të dukshëm? Ka një shenjë shumë të madh, ka shenjë në shpinë, ka pas djegje, se ka qenë djeg fëmijë. Po ka një shenjë po ka një shenjë të madhe edhe është në formën shpinën. Po në mes shpinës se ka edhe është në formën e Hearts of Ropes. Djegja. A që malla është e komplet në formën e Hearts of Ropes është. Ndërkohë që unë në këtë moment do t'javi njerë të dhënat e Fran Marku, 30 vjeçari nga Shkodra dashumiq, i cili fatkeqësisht është larguar nga banesa e tij janarin e vitit 2007 dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin
e të riut asaj kohe, ka qenë vetëm 21 vjeç, kur një pas dite janari, data fix nuk e mbani mend Gek. Se maj men veç. Një pas dite janari, Po vetëm se ka qenë fund janarit, sigur, ka qenë 27 deri me 30 janar diçka. Nuk e sigur, po ka qenë fundi i muajit janar, kur ai ka treguar kunatës së tij se të nes do të largohej atë ditë, do të largohej në një vend të largët, nuk i kishte dhënë asnjë lloj adrese, por i kishte thënë që ajo nuk duhet të tregonte në shtëpi. Askush nuk e besoi nga familja Marku se Frani do të ishte dita e fundit që ai do të ishte në shtëpi dhe më pas do të zhdukej dhe do të humbiste çdo lloj kontakti me ta. Sot nëse është shëndoshë mirë, i bie të jetë plot 38 vjeç, në bëjthirje dashurmiq, kush e njeh Fran Markun, kush ka informacion, është i lutur të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, unë vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Ndërkohë, zoti Geg, ju më thatë që babai është larguar nga kjo jetë me një preng dhe një dhimbje të madhe. Nuk e shfaqte se burrat kanë atë natyrën që nuk qajnë, është e vështirë të qajnë, sidomos moshat e atyre dikur. Por besoj që pyeste për herë për të birin. Normal. Dhe kjo ju vriste dhe ju më shumë si vlezër kur nuk dinit çfarë përgjigje t'i jepnit babait për të voglin e shtëpisë. E keni përkëdhelur sa herë si i voglin shtëpisë. Ai shkreti ju mundote mos me hinë biseda kurrë, mos me përmend atë që vështirë e kishte. Ishte shumë vështirë. Humbjen e tij. Edhe pse ka përjetuar, shmënduar të jetë një burr i fortë. Ndërsa nënat janë për herë më të dobta dhe është e kuptueshme kjo gjë. Ajo shkreta vun çdo ditë, çdo natë. Çfarë bë? Nëna është në jetë. Sa vjeç është? 76. E pa të ketë jetën e gjatë, e uroj këtë gjë. E ke njoftuar që sot të jesh në studion e emisionit pa gjurmë? Jo. Ja, betom nuk i kam dëftuar. Kisha frikë mos prekej. Të pyet vazhdimisht. Edhe aja nuk pyet. Nuk pyet, munohet me... Ajo qëndron me ju? Po. E ketina? Ka mund. Kur jam i sigur që zemrën saj vuan. Pa normal. Si ti ka nga dera? Ku ka nanë që s'vun, nana shkret vun kur mos me jarë në shpi, në dark, jo... Jo ka shumë vite. 17 vjet pa. 17 vite pa e parë dhe pa... Qa të janë fatet e jetës. Kështu është jetë. Unë i pyeta disa herë, çfarë dyshoni, çfarë mendoni, por ti më thej që nuk kam një ide, sepse largimi i vllajt në atë lloj forme është kaq e mistershme sa nuk ti jep mundësi të dyshosh ku mund të ketë shkuar. Ndërkohë që nga një moment dhe deri më sot nuk kam pritur asnjë lloj informacioni, më tregove, askush nuk e pa atë ditë në fshat kur doli, ku shkoj, hipi në një makine të rasti, dikush e priste, mbriti në Shkodër, udhëtoi ku, ju asgjë nuk keni zbuluar. Edhe policia e Shkodrës se arriti të zbulonte qoftë në një gjurmë të tij. Po policia çka ka me zbulu, ata s'kanë zbulu asnjë gjë dhe s'kanë qa me zbulu, se ai nuk ishte, as ishte një person për me e kërku ma shumë, se as ishte s'kishte vrokan, as kishte... Jo, nuk të lloj drejtimi, Gek, të lutem, mundohu të më kuptosh qartë se mi keq kupton pyetjet. Përderisa ti shkove në polici dhe bëri një denoncim se të humbi vllai, policia ka për detyrë të bëjë disa kërkime dhe t'ju informoj ju. Por kjo gjë nuk ka ndodhur. Nuk po them se vllai juaj ka bërë krime dhe ndiqesh nga policia. Po them që policia nuk arriti dot të zbulonte asnjë lloj gjurme të tij nga humbja, nga momenti që humbi. Jo, asnjë gjë s'kanë... Të gjitha këto janë të mistershme. Ai humbi askush nuk e pa. Vetëm se me emrin e tij nuk ka dalë prej kufit territorit të Shqipërisë. Ndërkohë që asnjë informacion nuk mbritin familjen tuaj për 17 vite dhe kjo ngre të tjera pikpyetje të mëdha. Unë kam trajtuar shumë histori dhe qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve, familjeve u vjen informacione, u pa këtu, u pa atje, por ju thoni që nuk kam bëritur asnjë informacion. Dhe mua m'vjen keq për këtë gjë zoti Geg, uroj dhe shpresoj që ditën e sotme nga studio e emisionit pa gjurmë, gjithë ata që janë duke na ndjekur, dikush e di të vërtetën e vllait tuaj. Ato nuk e përpiu toka, dikush e di këtë të vërtet. Ku shkoj Fran Marku, çfarë mund ndodhi me fatin e tij, ndaj unë i bëj thirrje nga studio e emisionit pa gjurmë, kushdo që e njeh Fran Markun, ka informacion, di diçka për jetën e tij, për fatin e tij,
Ju lutem dashumish, qoftë dhe anonim, mund të telefononi me studion e emisionit Pa Gjurmë. Unë ju premtoj që do të mbetini anonim. Ajo që na intereson është të ndizet një dritë jeshile për historinë e 38 vjeçarit Shkodran në Marku për të mësuar të vërtetën e tij. Por nëse ai Gek ndodhet diku, është ndoshta mirë, por nuk i di arsyet pse nuk kontakton me ju. Dua një mesazh të përcjellësh nga studio e emisionit Pa Gjurmë. Unë do të lusë Zotin e herë që ai të jetojnë dikun. Lutemi gjithë për këtë. Ajo është tjetër, edhe do t'i kërkoj falje nëse ai nuk është në këtë botë, do t'i kërkoj atje ku tjetë atje lartë, se kur nuk kam dishu për asë një gjamëte, për te. Asë një gjamë se m'ka bon shërë kur mua, as familjes, as kërkuj. Nuk ka cilë konflikte. Në varet si ka ardhë jeta, ashtu i ardhë jeta, ma keq se i ka ardhë ati të shkretit që nuk e dim se ku ashtë, a jeton, as jeton, ne tjertë po jetojmë pakte, në buk po hamë, po, edhe na kena vështirë, e kena probleme, gjana me atë. Dhe ju besoj për të normal. Qa kam me i thënë, a i nësa gjallë nuk mushet menja në botë se Frani do t'a kishte ba një gjatë tjilë, si s'do të kishte lejmëru një pjestar të familjes. Pakte një pjestar të familjes do t'ja kishte dha një sinjal, po. Lusë Zotin vetëm tjetë gjallë, tjetë jetën për veti, se sa është problem në botë, vetëm një sinjal. Një gjatë vogël, një mesazh dikujt për i familjes, t'ja qojnë se unë jam një pjesë, një foto, diqa, myllë çdo gjanë si kapitull. Uroj dhe shpresoj që ditën e sotme të gjithë ata që janë duke na ndjekur, dikush që mund të di të vërtetën zoti Gek për historinë e vllait tuaj, Fran Marku, mund na kontaktoj qoftë dhe anonim. Unë të falenderoj që të pata në studion e emisionit Pa Gjurmë, do mbetemi bashkë në kontakt për çdo informacion që do vi. Edhe unë të falenderoj shumë. Faleminderit. Mirë, faleminderit Gek. Mirë dashumiq, në këto momente përpara se të kaloj në reklama, unë do të kaloj në një tjetër histori, do të flasim për historinë e një 23 vjeçari me emrin Rajli Darda dashumish, që ja kemi premtuar këtij të riu i cili ka nevojë për ndihmë ekonomike, për para, për të kryer një operacion. Ja kam premtuar që do ta përmend deri në fund të sezonit historinë e tij, faqen GoFundMe, sepse Rajli Darda dashumish korrikun e vitit kaluar ka kryer një aksident shumë të rëndë dhe ka përfunduar një karrike me rrota, ku duhet të bëjë një operacion të vështirë në shtyllën kurrizore, një operacion që kryhet vetëm jashtë Shqipërisë, pasi mjekët bluzat e bardha në Shqipëri nuk janë marrë përsipër dhe ky operacion mund të kryhet vetëm në Turqi, por ka një kosto shumë të madhe, prej 70.000 euro, dhe familja e ka të pamundur që të kryej këtë operacion. Ndërkohë, të gjithë që jeni duke na ndjekur dhe keni mundësi, qoftë dhe me shuma modeste, unë e them shpeshherë, qoftë dhe me $1 apo $2 euro, ne mund të kontribuojmë, të bëhemi të gjithë së bashku, të ndihmojmë të 23 vjeçar që ai të mbledhë shumën për 70.000 euro, një shumë që është emergjente, që Rajli Darda të ngrihet nga kjo karrike me rrota. Familja e tij ka hapur një faqe GoFundMe dhe deri në këtë moment që flasim shuma ka shkuar deri diku tek 23.542 euro, ndërkohë që totali është 70.000 euro. Janë 637 shqiptarë brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë që kanë kontribuar në shuma të ndryshme për Rajli Dardën. Ndërkohë, unë dua në këtë moment të jap një kronik, momentin që Rajli Darda ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku kujtoi momentet e tij të trishta, 13 korrikun e vitit kaluar. E ndjekim të kronik dhe rikthehemi në studio. Jeta të përballë me një sër sfidash dhe të papriturash, ajo çfarë është shkruar për të nesërmen, kur nuk dihet. Rajli Darda është i riu 23 vjeçar, i cili një ditë të nxehtë korriku të vitit 2023 pësoi një incident aksidental në një pallat në zonën e Freskut. Aksidentalisht, Rajli u rrëzuan nga një lartësi e ndërtesës, ku kishte shkuar të vizitonte gjyshen e tij për pushimet e verës. Një ditë jo si tjerat, me datën 11 korrik, unë mora pushime tek puna që isha. Shkoj në shtëpi, them mamit, kam marrë pushime, do shkoj trike nona, atje ku jam rrit dhe kam kalu më shumë pjesë të jetës time. Dhe më thot, ç'a do bësh të ri këtu, mos shko. Sikur dhe ajo e kishte si parandjenjë që do ndodhte diçka e keqe. Rrugës takoj njerëz, ç'a do bësh ke nona, mund të shko në shtëpi. Merë të çudi me veten që si një njeri që ka shko pa e taku më thotë që mos shko ç'a do bësh. Dhe dje ku kam arrit ke shtëpia, kam taku 5 njerëz.
të ndryshëm që më kanë thënë që mos shko, sikur dha ata e dini që diçka e keqe do ndodhe. Dhe me datë 13 zgjohem mëngjes dhe shkojnë në tualet dhe ulen përpas banjës, duke folë në telefon dhe duke pi cigare. Dhe në atë moment E kuptoj. nuk Ti nuk mban mend asgjë ç'a ndodhi. Për pak sekonda ty ti janë marrë mend dhe ke rënë nga dritarja. Në lartësi, çfarë kati jetonte? Kati 4. Jam zgju, me sa më kanë thënë, mbas një muaji gjys tek spitali ushtarak këtu në Tiranë. Dhe nuk kisha asnjë lloj shenje për jetë që të vazhdoja përpara. Thjesht isha një Dëmtimet njeri. kanë qenë fatale Po. në trupin tuaj. Pas ngjarjes së rënd, të riut ju ndërprejnë ëndrat në mes, gjymtyrët e poshtme humbën funksionin e tyre. Për një viti, Riley po qëndron i shtrirë, pa ndjekur ëndrat e tij, të 23 vjeçari që është në moshën më të bukur të jetës. I riu nga Tirana, humbi aftësinë për të ecur dhe i duhet të lëviz me ndihmën e një karike me rrota. Ai kërkon ndihmë nga shqiptarët që të kontribuojnë me aq sa kanë mundësi, që të mblidhet një shumë për 70.000 pound, që të kryejë një operacion në Turqi, pasi ka ende shpresë që të ngrihet në këmbë, të ecë dhe të vijojë jetën e tij normalisht si të gjithë shokët e tij, të përmbush ëndrrën, të bëhet boksier dhe të vijojë të ushtrojë profesionin e tij, për të cilin është diplomuar në shkollë për kursin elektroauto dhe të krijojë të ardhmen e tij. Bëhet një ndërhyrje në shtyllën Në kurrizore. fund të shtyllës kurrizore, Do të vehet një pajisje, një aparat, një le ta aparat quajmë. epidural stimulation, që është pajisje e fundit, Po, dhe vetëm kjo mjeke deri tani ka autorizim dhe ta certifikat përdorur. për ta përdorur. për ta përdorur, e qartë. Dhe mas konsultave që bëm, më pyeti që sa vite ke? Nga aksidenti. Nga aksidenti, i thashën s'kam bërë akoma 4 muaj. Dhe isha i freskët. Dhe më tha, ti tha duhet vish sa më parë, tha. Sepse edhe nëse vonon për ardhjen këtu, do të kesh më të vështirë. Do jetë më vështirë, sepse pesha e trupit, dobësimi i muskulaturës, Qëndrimi për herë ullur, bie masa muskulare Bie masa muskulare dhe është e vështirë për ta kriju. Ndërkohë po bën fizioterapi që të mbash të paktën masa muskulare në pjesën e kofshëve, që kur të vim momenti i operacionit, këmbët të kenë muskuj. Kenë muskuj dhe mos jenë aq trame, sepse nëse trupi im bie më shumë, ti mund t'i krijosh lekët, mund t'i mbledhësh gjitha, po thot pastaj që trupi jot nuk e përballon dot operimin. Teksa ditët kalojnë, gjendja e Rileyt përkeqësohet çdo ditë më shumë, ndaj atij i duhet të niset me urgjencë drejt Turqisë. Lutem çdo njeriu që ka mundësi të më ndihmojë, sikur sadopak të ketë, nuk po kërkoj të plotësoj gjithë shumën ose t'japi gjithçka për mua, po thjesht sadopak të jetë ajo, sikur gjithë nga pak mund të arrijë atë që unë dua. Kjo është historia e Riley Dardës, dashur miq, pam dhe momentet kur ai ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe ka treguar historinë, jetën e tij të trisht, aksidentin që i ndodhi korrikun e vitit kaluar dhe fatkeqësisht i duhet kjo shumë parash për të kryer operacionin, ndërkohë që regjia na ndihmoi me këtë foto. Riley përpara aksidentit dhe fatkeqësisht fotoja tjetër Riley i ulur në një karike me rrota ku jeta e tij ndryshoi tërësisht nga korriku i vitit kaluar, për shndezur një dritë jeshile, një shpresë për këtë të ri, ku një operacion që mund të kryet në shtyllën e tij kurrizore në Turqi, ai mund të ngrihet sërish në këmbë, por duhet shuma për 70.000 euro. Ndërkohë regjia edhe një herë faqen GoFundMe, ju bëj thirrje të dashur miq, të gjithë ju që jeni duke na ndjekur në këto momente, nëse keni mundësi, qoftë dhe me shuma modeste, 1 apo 2 euro, të bëjmë të gjithë së bashku, le ta mbledhim të shumë për 70.000 euro që Riley të ngrihet sërish në këmbë. Mirë, ne do të kalojmë në këto momente në reklama dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi sërish bashkë dashur miq, jemi live, jemi në këtë pjesë të dytë, ku në këto momente do të vazhdojmë me rubrikën e pasaportave, do të sjell në fokus disa histori, disa personazhe që kemi trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë, por fatkeqësisht ata rezultojnë ende të humbur për familjen e tyre. Do e nis me pasaporton dhe foton e një të moshuare, Drita Çakallozi, një 72 vjeçare dashur miq,
cila ka humbur kontaktet me familjen në 28 qershor të vitit 2022 nga fshati Luar, Roskoveci, Fierit dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Drita Çakallozit, një e moshuar e cila jetonte e vetme, nëna e dy vajza në emigrim, të cilat kishin instaluar kamera brenda shtëpisë dhe monitoronin nënën e tyre nga Italia, por fatkeqësisht mëngjesin e 20 qershorit vajza hap kamerën në celularin e saj dhe shikon që nëna nuk ndodhej në shtëpi, që t'i jep përshtypjen që ajo është larguar në orët e vona të natës. Pasi kjo e moshuar, Drita Çakallozi kishte probleme me shëndetin e saj, ishte prekur nga skleroza dhe ishte e pavedishme për veprimet që bënte. Ne kemi përgatitur një material për Drita Çakallozin që unë do ta prezantoj në këto momente me shpresën që dikush mund të na ndihmojë me ndonjë informacion apo lajm. Zonja në foto quhet Drita Çakallozi, 72 vjeçe, nga fshati Luari i Roskovecit. E moshuara rezulton e humbur që prej datës 28 qershor 2022 nga banesa e saj në Luar, e teksa ka kaluar plot një vit nga zhdukja e saj, nuk ka ende asnjë dritë jeshile. E moshuara prej 2 vitesh jetonte e vetme pasi bashkëshorti ndërroi jetë. Kjo ngjarje u përjetua rënd nga 72 vjeçaria, shëndeti së cilës filloi të përkeqësohej çdo ditë më shumë, ndërsa kohët e fundit u diagnostikua me Alzheimer. Drita ndihej vazhdimisht keq, madje kur fliste me vajzat në telefon i bënte fajtore pse e kishin lënë vetëm, duke i paralajmëruar shpeshherë se do t'ikte nga shtëpia. Fliste me ne, qalte shpeshherë për babin. Ndihej vetme. Ishe braktisur. Unë i thosha mos u bëj merak se nuk je vetme. Ndonjëherë kërkonte të shkonte te nëna saj që ka vdekur, te motra që ka vdekur, dua nënën time, thoshte. Dhe çfarë vendi ndodhen këto varre? Ato janë në Vlorë. Duke qenë se vajzat e saj prej vitesh jetojnë në Itali, për Dritën kujdesej një e afërme e familjes, për shkak të sëmundjes nga e cila vuante nëna. Një nga vajzat kishte vendosur një kamerë në dhomën ku ajo qëndronte më së shumti, nga e cila kontrollonte në distancë lëvizjet e nënës, por edhe komunikonin çdo mbrëmje. Hera e fundit që e moshuara u pa brenda në dhomë nga e bija ishte ora 12:30 mesnatës së datës 28 qershor, e kur vajza u zgjua të nesërmen, nëna nuk ndodhej më në dhomë. Në 12:30 të natës ishte në gjumë, edhe Rash edhe unë. Kur unë ngrita në mëngjes, hyra në orën 8:30. Se jo çuva fëmijët në kopsh. Të mëngjesit, po? Bura re që nuk ishte dhe pas shoqërinë time që ndihmonte, që i bënte, që i mbante, më tha që nuk është tani në shtëpi dhe ka vajt për të marrë bukë, siç vete gjithmonë, se shkonte ditë për ditë merrte bukën në dyqan. Që blinte te dyqani i fshatit, po? Mirë, po atë ditë i thash prit se po marr telefon, kisha dhe numrin atij të dyqanit. Të dyqanit. Po e mora në telefon dhe më tha që sot Drita nuk ka ardhur. Edhe që aty në ato momente pasaj filluan kërkimet në fshat. Daljet e Dritës nga shtëpia ishin vetëm për të blerë ushqimet e përditshme dhe më pas kthehej sërish në banesë. Por kur familjarët konstatuan mungesën e saj për orë të tëra, bën denoncim në policinë e Roskovecit, të shqetësuar për fatin e saj dhe për shkak të gjendjes psikologjike në të cilën ajo ndodhej, por deri më tani nuk kanë mundur të zbulojnë asnjë gjurmë të Dritës. Kjo është historia e 72 vjeçares nga Roskoveci, Drita Çakallozi, dashur miq, u bë thirrje të gjithë atyre persona që mund ta kenë parë, kanë ndjeni, janë të lutur të lidhen me studion e emisionit pa gjurmë, u vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Nga fotoja e Drita Çakallozi do të kaloj te historia e një 69 vjeçari, Kasem Kuçuku, i cili pak a shumë ka të njëjtën histori si Drita Çakallozi, 69 vjeçari nga Skrapari, po prej vitesh ishte zhvendosur dhe jetonte në Vlorë, ishte prekur nga skleroza, i pavedishëm për veprimet që bënte, ka dalë mëngjesin e 17 qershorit të vitit 2022 me djalin për të konsumuar një kafe, janë i kthyer në shtëpi dhe më pas 69 vjeçari ka dalë nga dera e shtëpisë dhe drejtimi është i paditur dhe prej asaj dite dhe pse familja ka bërë shumë kërkime në qytetin e Vlorës, ka kërkuar, ka bërë denoncim policinë, nuk ka gjetur asnjë gjurmë të tij. Unë e sjell në vëmendje ditën e sotme, gjithnjë me shpresën që mund të marrim lajme apo informacione. Si ka humbur, çfarë dyshon familja, çfarë kërkimesh ka bërë, çfarë informacionesh ka marrë, çfarë ka zbuluar deri në këto momente, materiali do na i tregojë në këto momente.
69 vjeçari Kasem Kuçuku rezulton i zhdukur për familjarët që prej datës 17 qershor të vitit 2022. Me origjinë nga Skrapari, ai humbi gjurmët nga qyteti i Vlorës ku banonte bashkë me të birin. Kasimi doli nga banesa rreth orës 10 të paradites, duke vënë në dieni djalin se do të dilte për shënditje bashkë me qenin. Ndërsa e ndoqi me sy deri në fund të rrugicës, Kasimi i zhduket nga syt përmes rrugës së ngushtë në lagja 24 Maj në qytetin Bregdetar. Për herë të fundit, ai është parë nga disa fëmijë në ish stacionin e trenit të Mallrave dhe që prej atij momenti, familjarët nuk kanë mundur të mësojnë asgjë për fatin e 69 vjeçarit. Atë ditë është ngritur që mëngjes, dhe ditë s'kam vajtur në punë se rrinë në mbrapa. Është ngritur që mëngjes se kam kthyer gati 5-6 herë në porta, thjesht nuk do të rrinte. Na humbi komplet, nuk na njifte. Më tha në Lera Turi se do dalë në qyro me qenë e pash që u mërzit dhe ne këshim 2 vjetë që se mërzismi. Thash mos do të ndjek në mbrapa. Aty që një kthes, aty më ka shpejtuar, biles edhe më para. Po e shikoja, isha 20 metro, a isha shpejton të e këtën të kokën mbrapa. E pa që unë po e ndiqja, po s'ma mirë të mendje që më humbiste në sytë. Ditën që u largua, i moshuari kishte të veshur një këmish ngjyrë bezh me kuadrate, një palë pantallona të shkurtra të zeza dhe një kapele të zezë. Për habit të familjarëve, me veti kishte marrë vetëm një sasi të konsiderueshme parash, as telefon dhe as kartë identiteti. 69 vjeçari vuante nga skleroza prej 2 vitesh, ndërsa javën e fundit gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar edhe më shumë. Për zhdukin e babait të 5 fëmijëve është bërë edhe një denoncim në komisariatin e Vlorës, por deri më tani ende nuk kanë bërritur asnjë informacion për vendodhjen e tij. Kjo është historia e Kasem Kuçuku, dashur miq, u bëj thirrje gjithëve ju që jeni duke na ndjekur, nëse e keni parë diku, jeni të lutur të lidheni me studion e emisionit Pa Gjurmë. Dhe në fakt në të pjesë të dytë, të gjitha historitë duken sikur janë të njëjta, vetëm emrat, moshat dhe vendet e humbjes ndryshojnë. Do të jemi në kërkim të Sadik Xhekës, një 82 vjeçar i cili ishte prekur dhe ai nga skleroza, ka dalë nga shtëpia në mënyrë të pavedishme mëngjesin e 15 janarit të vitit 2022 dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Jeni duke e parë pasaportën dhe foton e Sadik Xhekës, vendlindja Bulqiz, ka humbur kontaktin me familjen, po nga Bulqiza në 15 janar të vitit 2022. Ndjekim materialin që ja kemi dedikuar Sadik Xhekës, 82 vjeçarit, dhe rikthehemi në studio. Sadik Xheka, i moshuari nga Bulqiza, rezulton ende i humbur. Ai u largua nga banesa që prej datës 15 janar të vitit 2022, ndërsa ende nuk janë zbuluar gjurmë të tij. Sipas familjarëve, i moshuari vuante nga skleroza dhe dyshohet se nga shtëpia ka dalë herët në mëngjes. Një natë para se të zhdukej, ai kishte shfaqur shenja agresiviteti në tentativë për t'u larguar nga shtëpia. Kjo është e treta herë që i moshuari humb gjurmët duke qëndruar me ditë të tëra jashtë. Sipas të dhënave, i moshuari është i gjatë 1,65 cm dhe në momentin që ka dalë nga shtëpia ka patur të veshur një xhup të zi, pantallona të zeza dhe atlete të zeza. Familjarët ende janë në kërkim të tij, prandaj kërkojnë ndihmën e emisionit Pa Gjurmë, me shpresën se një dritë jeshile do të ndizet për ta. Ju bëj thirrje edhe për Sadik Xhekën, për 82 vjeçarin nga Bulqiza, kush ka informacion të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Do të kaloj tek pasaporta e fundit që ne kemi përgatitur për ditën e sotme. Do të jemi në kërkim të një 70 vjeçari, i cili dha i fatkeqësisht me probleme të shëndetit mendor, i pavedishëm. Xhevdet Kukeli ka humbur kontaktin me familjen në 6 korrik të vitit 2020, në kohën e pandemisë, ku të gjithë ishin të izoluar. Xhevdet Kukeli ka dalë nga banesa dhe drejtimi është i paditur. Kjo është pasaporta që familja na ka vënë dispozicion foton e tij. Xhevdet Kukeli, 70 vjeç, vendlindja Dibër, prej vitesh ishte zhvendosur nga Dibra dhe jetonte në Babru me familjen e tij, ka humbur kontaktet në 6/7/2020 dhe prej asaj dite nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Xhevdet Kukelit. Momenti që ne kemi trajtuar historinë e këtij të moshuari, kanë mbritur informacione që na kanë ardhur nga Saranda dhe Gjirokastra, që dyshohet që bën jetën një ndacaku i pavedishëm për veprimet që bën në rrugë. Kemi bërë shumë verifikime, kemi shkuar në këto vende nëpërmjet korrespondentëve tanë, kemi njoftuar policinë, por fatkeqësisht nuk kemi gjetur asnjë gjurmë të tij. Ndaj unë sot e sjell sërish në fokus dhe në vëmendje historinë e Xhevdet Kukeli. Do ndjekim dhe materialin që kemi dedikuar këtij 70 vjeçari dhe rikthehemi në studio.
Xhevdet Kukeli është një 70 vjeçar me origjinë nga Dibra, i cili rezulton i humbur që prej datës 6 korrik të vitit 2020. Ai u largua nga banesa e tij në zonën e Babrus për të mos u kthyer më. Që nga ajo ditë, pavarësisht denoncimit në komisariatin e Kamzës, familjarët nuk kanë marrë asnjë informacion për fatin e Xhevdetit. Si pasojë një jete të trazuar dhe me probleme të shëndetit mendor, për 70 vjeçarin kjo nuk është hera e parë që largohet. Dikur një ri plot ëndra dhe i dhënë pas letërsisë, Xhevdeti pësoi një krizë nervore, gjendje nga e cila nuk doli dot. Jeta e tij ndryshoi tërësisht kur shpesh largohej nga banesa dhe kthehej mbrëmjeve vonë. Vitet kalonin dhe shëndeti i tij rëndoi edhe më shumë. Për këtë shkak, Xhevdeti nuk mundi dot të krijonte familje. Në vitin 2003 bashkë me familjen u zhvendosën në Tiranë, ndërsa vitet e fundit ai ka jetuar në një shtëpi me të vëllanë. Edhe në kryeqytet ai bënte një jetë ndatsaku, ndërsa shpesh kalonte netë të tëra jashtë. Korrikun e vitit 2020, ai u largua sërish nga shtëpia, edhe pse familjarët insistuan që ai të mos dilte. Që nga ajo ditë e vetmja gjurmë për të vjen nga qyteti i Gjirokastrës, ku një i afërm i familjes Kukeli dyshon se e ka parë në dhjetorin e po atij viti pranë lokalit të tij, dhe një vit më pas po në Gjirokastër duke punuar si çoban. Ai dallon nga të tjerët pasi mban veshur shumë rroba, mban në duar paketa cigaresh si dhe shumë ora dore. Familjarët dyshojnë se ai mund të shfrytëzohet për të lypur. Ata i drejtohen emisionit pa gjurmë për ndihmë, ndërsa bën apel për kudo që mund të ketë informacion për 70 vjeçarin Xhevdet Kukeli. Kjo është historia e Xhevdet Kukeli dhe për këtë 70 vjeçar Dibran, ju bëj thirrje dashumish, kush ka informacion është i lutur të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë ose të njoftoj dhe policin, pasi familja ka bërë dhe denoncim në polici. Mirë, me foton dhe pasaporton e Xhevdet Kukeli, ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë i falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit. Bashkë do ritakojmë sërish, jemi live çdo ditë nga ana të premte deri në datën 26 korrik, mbyllim sezonin. Live ora 16 më ndiqni. Mirupafshim.